Shfaqja e disa dronëve të paidentifikuar në veri të Kosovës ka vënë në lëvizje autoritetet në Prishtinë. Policia thotë se dyshon se ata mund të kenë ardhur nga Serbia, ndaj ka vënë në dieni KFOR-in që është përgjegjës për hapësirën ajrore. Edhe Franca konfirmon pikasjen e dronëve misterios që fluturuan këtë javë mbi qiejt e saj, ashtu si edhe në vendet e tjera europian. Fluturimi i dronëve vijoi për të dytën natë edhe në Danimark, ku kryeministra kërkoi ndihmën e NATO-s. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi ngritjen e një grupi pune për të përzgjedhur kandidatin e opozitës për Bashkinë e Tiranës. Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe Ilir Ali Mehmeti do të negociojnë edhe me partitë e tjera. Janë zbardhur bisedat në WhatsApp që quan në netim nga SPAK kryetarin e Bashkisë së Kolonjës Erion Isaj. Ai komunikon me zyrtarët e bashkisë për tendera duke ngritur dyshimet e prokurorisë së posaçme se fituesit ishin të paracaktuar. Bergh mban të pandryshuar parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë, duke e vendosur në nivelin 3.5%. Raporti thekson se ekonomia rrezikohet nga ngërçjen e eurozonë, por mund të ecë përpara për shkak të reformave integruese. Një raport i Bankës Botërore nxjerr Kosovën të parën në botë për të kurrjen e popullsisë. Maqedonia e Veriut renditet e pesta, ndërsa Shqipëria pozicionohet në vendin e 9. 1 në 4 persona nga Ballkani Perëndimor jeton jashtë vendit. Ish-kryeministri britanik Tony Blair mund vendoset në krye të një autoriteti ndërkombëtar që mund të themelohet për të mbikëqyrur fazën tranzitore në rripin e Gazës nëse arrihet një marrëveshje mes Hamasit dhe Izraelit për fundin e luftës. Ju përshëndes shikues të televizionit Klan, këto janë lajmet e orës 15:30, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Shfaqja e disa dronëve të paidentifikuar në veri të Kosovës ka vënë në lëvizje autoritetet në Prishtinë. Policia thotë se dyshon se ata kanë ardhur nga Serbia, ndaj kanë vënë në dieni KFOR-in që duhet të mbikëqyrë hapësirën ajrore. Dronë që dyshohet se vijnë nga Serbia janë regjistruar së fundmi në hapësirën ajrore në veri, kanë konfirmuar autoritetet në Kosovë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gëzmend Hoxha, tha se policia ka kontakt të vazhdueshëm me KFOR-in lidhur me këtë çështje. Gjatë ditëve të fundit kemi pasur fluturime dronëve që ne po dyshojmë që vijnë mbi territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe më pas se çfarë mund të bëhet. Ndërsa siguroi qytetarët se kjo nuk përbën ndonjë rrezik për ta. Është e rrezikshme pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jug ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Derisa ende nuk ka ndonjë përgjigje nga misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, lidhur me këto pretendime të autoriteteve në Kosovë. Muajt e fundit, presidenti amerikan Donald Trump disa herë ka deklaruar se ka parandaluar një përshkallëzim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Hapësira ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga autoriteti i aviacionit civil të Kosovës, por ajo e lartë është nën kontrollin e Hungarisë, pasi Kosova nuk ka arritur ende kapacitetet për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Komandanti i KFOR-it ruan autoritetin parsor për përdorimin e hapësirës ajrore mbi Kosovë, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Për më tepër detaje lidhur me këtë situatë, do të kemi tani në një komunikim të drejtë për drejtë nga Prishtina Blerta Dalloshin Berishën. Blerta, a ka ndonjë reagim deri më tani nga KFOR lidhur me këtë ngjarje? Po, minuta më parë është përgjigjur KFOR-i, ku ka deklaruar se nuk ka identifikuar ndonjë dron në hapësirën ajrore të Kosovës që do të cënonte sigurinë në Kosovë. KFOR-i në përgjigjen e saj thotë se çdo aktivitet në hapësirën ajrore koordinohet me KFOR-in, ashtu që të bën që të shmangen tensionet dhe të ketë siguri. Siguron qytetarët e Kosovës që është në koordinim të vazhdueshëm me institucionet e Kosovës dhe me forcat armatosura të Serbisë. Blerta, nisur edhe nga kjo situatë, si ka qenë ditët e fundit situata në veri të Kosovës?
Në fakt, situata në veri të Kosovës gjithmonë është delikate, por ishte e qetë. Do të thotë nuk është se ka pasur kohëve të fundit disa fletushka të ndryshme apo thirrje të ndryshme, megjithatë policia e Kosovës gjithmonë ka qenë e gatshme për t'ju përgjigjur atyre, do të thotë për të identifikuar qoftë atë persona të cilët kanë vënë grafite apo diçka të tillë dhe në përgjithësi situata është e qetë në veri të Kosovës. E qartë, Blerta, të falenderoj për gjitha këto detaje. Do të flasim tani për zhvillimet politike në vend, kështu kryeministri Edi Rama takoi sot kryetarin e kuvendit Niko Peleshi së bashku me krerët e komisioneve parlamentare që drejtohen nga socialistët. Në fokus ka qenë koordinimi i punës mes kuvendit dhe qeverisë. Pasi u plotësuan me antar, kryeministri Edi Rama thiri në një takim kryetaret e komisioneve parlamentare që do të drejtohen nga socialistët së bashku me kryetarin e kuvendit, kreun e grupit dhe ministrin për parlamentin. Takimi zgjati rreth 2 orë në vilën qeveritare në zonën e ish-bllokut. Fokusi ishte koordinimi punës mes grupit parlamentar në kuvend dhe qeverisë dhe prioritetet që do të kenë socialistët në punën e komisioneve që nisin javën e ardhshme. Më herët, Partia Socialiste ka renditur në listën e prioriteteve reformën zgjedhore dhe ato territoriale, për të cilat do të ketë 2 komisione të posaçme. Kreu i qeverisë ka paralajmëruar ndër të tjera një reformë të thellë për funksionimin e kuvendit brenda këtij viti, duke hartuar një ligj organik për t'i garantuar këtij institucioni pavarësi financiare dhe një godinë të re. Ndërsa po shihet mundësia edhe për uljen e numrit të deputetëve, lëvizje që do të sjellë një ndërhyrje në kushtetut. Ndërsa në muajin tetor, komisionet parlamentare do të nisin shqyrtimin e draftit të kodit të ri penal që ka krijuar jo pak debat publik. Në agjendën parlamentare nuk mungojnë as çështjet e mbartura nga legjislatura e kaluar. Një prej tyre zgjedhja e avokatit të ri të popullit që sipas traditës, kandidatura do duhet të propozohet nga opozita e më pas të marrë edhe konsensusin e socialistëve. Ndërkohë, kuvendi i ri do duhet të shqyrtojë dhe raportet vjetore të institucioneve të pavarura që nuk u arrit të realizohej në parlamentin e vjetër. Të hënën, konferenca e kryetarëve drejtuar nga Niko Peleshi do të mblidhet për programin e punës së parlamentit që i hap rrugë dhe nisjes së punës në komisione. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi ngritjen e një grupi pune për të përzgjedhur kandidatin e opozitës për Bashkinë e Tiranës. Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe Ilir Ali Mehmeti do të negociojnë edhe me partitë e tjera. Teksa socialistët e kanë tani më kandidaten për Bashkinë e Tiranës, demokratët janë në kërkim të një emri konsensual me aleatët. Detyrën për gjetjen e rivalit Ogerta Manastirliut, Sali Berisha ja ka besuar që prej të intes 3 prej vartësve të tij. Flamur Noka, Belind Këlliçi edhe Ilir Ali Mehmeti do të negociojnë me partitë e tjera për emër. Një ditë pasi foli për përgjimet e agjensive të specializuara ndërkombëtare që tha se konfirmojnë pjesëmarrjen e ministrave të qeverisë shqiptare në një takim të zhvilluar në ishullin Aruba në vitin 2019 me përfaqësues të karteleve të drogës. Sali Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Delegacionin e ka kryesuar vetë Edi Rama. Edi Rama duhet të jap dorëheqjen si person i rrezikshëm, si bashkëpunëtor i organizatave të narkoterrorizmit ndërkombëtar. Largimi i Edi Ramës është rruga e vetme për shpëtimin e shqiptarëve, e rajonit dhe Europës. Kreun e qeverisë akuzoi për censur të lajmit në media, duke paralajmëruar për 2 padi brenda dhe jashtë vendit. Nëse Rama nuk jep dorëheqjen, do të jetë një padi në SPAT, por do shohim tani ligjit nëse mund të bëhet padi dhe në gjykatë ndërkombëtare. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar mbajtjen e një mocioni me debat në kuvend mbi prioritetet e shpallura të qeverisë në programin e saj për 4 vitet e ardhshme. Në shkresën drejtuar kuvendit, demokratët kërkojnë që pjesë e mocionit jetë edhe çështja e ndërhyrjeve të krimit organizuar në jetën publike. Sipas tyre, Shqipëria ka hyrë në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit të saj europian dhe ku përgjegjshmëria dhe llogaridhënia e qeverisjes janë themelet domosdoshme në një vend që aspiron antarësimi në Union. Kërkesa vjen pas dështimit të seancës së miratimit të programit dhe përbërjes së qeverisë së re në kuvend. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka përfunduar dënimin e dhënë nga gjykata e apelit duke mbyllur edhe detyrimet në shërbimin e provës. Saliani tha se do ta çojë këtë çështje deri në Strasburg. Ervin Saliani ka përfunduar 2 muajt e shërbimit të provës duke mbyllur dënimin e dhënë nga apeli.
Ai u paraqit këtë të premte për herë të fundit në institucionin e shërbimit të provës, vendim që ju dha me kusht për lirimin nga qelia. Para gazetarëve theksoi se do të bëjë ankimim deri në Strasburg, duke u shprehur i bindur për fitimin e çështjes. Do ta vazhdoj këtë çështje deri në Strasburg dhe pa diskutim që të drejtën do ta fitoj, por ajo që dua të theksoj, duke jo se nuk e kam bërë përpara, por duke qenë se e kam provuar vetë edhe në kurriz se çfarë do të thotë të prodhohet pa drejtësi nga institucionet të cilat duhet të prodhojnë drejtësi, do të luftoj akoma më fort për interesin publik dhe për interesin e qytetarëve. Saljani deklaroi se u burgos për shkak të bindjeve politike, ndërsa shtoi se të gjitha denoncimet e tij po faktohen. Apeli e dënoi ish-deputetin e Partisë Demokratike me 1 vit burg për veprën penale të kallëzimit të rrem, por ai u lirua pas 9 muajsh. Zbardhen bisedat që quan hetimin e kryetarit të Bashkisë së Kolonjës, nga ku SPAK ngriti dyshime se fituesit ishin paracaktuar. Disa biseda të bëra në WhatsApp me Sentela Çanos, administratore së një kompanie private dhe kryebashkiaku të Kolonjës Erioni Saj dhe drejtori të prokurimeve në këtë bashki, çojnë në marrjen e tyre të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. SPAK është duke hetuar 4 procedura tenderuese dhe ka regjistruar procedimin penal në bazë të 2 kallëzimeve të bëra në 2020 dhe 2024. Në komunikimet me mesazhe, Çano dhe Isaj bisedojnë mbi dokumentacionin për procedurën e mbikëqyrjes së punimeve të ujësjellësit në disa fshatra. Më duhet deri të premten. Më duhet lista me emrat e fshatrave dhe vlerat për çdo fshat. Një zjarr të lutem. Pa merak, do bëj të pamundurin që të premten t'i dorëzojmë. Je yll. Kemi gati ndonjë preventiv të ndonjë fshati? Nesër paradite mendoj se mund të kemi diçka, po sforcohemi shumë për të arritur vlerën 230 me TVSH. Jam e sakt? Ma konfirmo të lutem. 330 është maksimumi. SPAK thot se Isai, si titulari i autoritetit kontraktor dhe antarët e Komisionit të Përllogaritjes së Fondit Limit dhe hartimit të specifikimeve teknike, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për Entela Çanon dhe operatorin e saj ekonomik. Për këtë dosje vijojnë hetimet edhe për vepra të tjera penale. Shqipëria ka shënuar një tjetër arritje në fushën e sigurisë kibernetike, sipas indeksit ndërkombëtar vendi ynë është rendituri 15 në botë për vitin 2025. Lajmin e ka njoftuar zëvendës kryeministri Belinda Balluku, sipas të cilës ky rezultat vjen nga përmirësimi i kuadrit ligjor, forcimi i reagimit ndaj incidenteve dhe rritja e ndërgjegjësimit publik. Ky klasifikim përbën një ngritje të ndjeshme me 39 vende krahasuar me vitin 2023, ku vendi ynë me 85 pikë të plota. Ndaj sipas Ballukut, Shqipëria pozicionohet si një aktor i rëndësishëm në artën digjitale globale. Bergj ka mbajtur të pandryshuar parashikimin ekonomik për rritjen e Shqipërisë, duke e vendosur në nivelin 3.5% për vitet 2025 dhe 2026. Raporti thekson se ekonomia shqiptare rrezikohet nga ngërçi në Eurozon, por mund të ecë përpara për shkak të reformave integruese. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka mbajtur të pandryshuar parashikimin për ekonominë shqiptare, duke projektuar një rritje prej 3.5% për vitet 2025 dhe 2026. Ky është një sinjal pozitiv për stabilitetin ekonomik të vendit, pavarësisht sfidave të jashtme dhe të brendshme. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka mbajtur të pandryshuar parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë në nivelin 3.5% për vitin 2025 dhe 2026. Kjo reflekton pritshmëri për një ecuri të qëndrueshme të ekonomisë, pavarësisht rysnive nga ambienti jashtëm dhe faktorëve të brendshëm. Raporti vlerëson se në 3 mujorin e parë të vitit 2025 ekonomia u rrit me 3.4% dhe nxitur kryesisht nga shërbimet dhe ndërtimi, ndërsa bujqësia dhe industria patën tkurrje të lehta. Inflacioni mbeti ulët me normën vjetore 2.3% në gusht. Si përgjigje, Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit në 2.5% në korrik, ulja e tretë që nga vera e vitit 2024. Rreziqet kryesore për ekonominë shqiptare lidhen me mundësinë e ngadalësimit të kërkesës në Eurozon, uljen e dërgesave të emigrantëve dhe faktorët klimatik si thatësira, të cilat mund të ndikojnë negativisht si në bujqësi ashtu edhe në prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, reformat strukturore dhe përparimet drejt integrimit në BE mbeten një burim potencial për forcimin e perspektivës së rritjes. Me sfidave dhe mundësive, ekonomia shqiptare mbetet në një trajektore të qëndrueshme me pritshmëri pozitive për vitet në vijim.
Është zbardhur pas 5 vitesh vrasja dhe e Klevis Leshit në Burrel me urdhër të SPAK-u lëshuan 4 urdhër arreste, nga të cilat 2 u ekzekutuan, ndërsa urdhëruesi i vrasjes mbetet në arrati. Personi që shihni në foto është Aurelino Calaveri, i njohur ndryshe si Aurel Hoxha, i shpallur në kërkim nga SPAK si porositës i vrasjes së Klevis Leshit në 2020, tashmë të zbardhur nga prokuroria e posaçme. Televizioni Klan ka siguruar ekskluzivisht foton e 36 vjeçarit, që nga hetimet ka paguar 50.000 euro për eliminimin e 21 vjeçarit Leshi. Kjo e dhënë sipas SPAK ka dalë fal zbërthimit të komunikimeve në Sky, përmes të cilave janë identifikuar dhe 3 persona të tjerë të përfshirë, një prej të cilëve Sajmir Kolaveri, tashmë i arrestuar në Itali. Në njoftimin e prokurorisë së posaçme thuhet se vrasësi i të riut Leshi ka qenë Sabanuzi, ndërsa ngjarja ka si prapavi pistën e hakmarrjes, pasi Aurel Hoxha është vëllai i Agim Hoxhës, të ekzekutuar në 2012 në Angli. Kjo ngjarje u bë piknisje për një seri vrasjesh, ku fillimisht në 2013 u ekzekutua babai i Klevisit, Xheviti, ndërsa 3 vite më vonë vëllai i tij Hajretini. Të dy këta viktima ishin të afër me autorin e krimit, Arben Leshin, të vrarë në dhjetor të 2023-shit në burgun e Peqinit, ka Sokol Mjacaj, por hakmarrja nuk u ndal vetëm këtu. 3 vite përpara kësaj ngjarje u zhduk në Burrel Klevis Leshi. Trupi i riut u gjet në 2023-shin, i groposur në Kurbin, ngjarje për të cilën tashmë SPAK ka vendosur në akuzë 3 persona, mes tyre dhe porositësin. Për kapjen e tij u kryen kontrolle të shumta, madje edhe në një bar kafe në zonën e Myslimshyrit, si dhe në pasuri të paluajshme në emër të Aurelino Calaverit, që sipas SPAK janë krijuar nga aktiviteti i trafikut të drogës nga Amerika e Jugut drejt Bashkimit Evropian. Një raport i Bankës Botërore nxjerr Kosovën të parën në botë për të kurrjen e popullsisë. Maqedonia e Veriut renditet e 5-ta në këtë listë, ndërsa Shqipëria në vendin e 9. Shqipëria nuk është i vetmi vend në rajon ku t'kurrja e popullsisë po ecën me ritme të shpejta. Kosova është e para në botë për t'kurrjen më të madhe të popullsisë në rang global. Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se vitin që lan pas, popullsia e Kosovës është kurrur me 9.7%. Në vendin e 5 në rang global ndodhet Maqedonia e Veriut, popullsia e së cilës është kurrur me 2%, ndërsa Shqipëria ndodhet mes 10 vendeve që ka t'kurrjen më të madhe të popullsisë, duke u renditur e 9-ta në rang global. Edhe më herët në raportet e saj, Banka Botërore ka ngritur shqetësimin për t'kurrjen e popullsisë në Ballkan, kryesisht për shkak të emigracionit. Sipas saj, 1 në 4 individ nga Ballkani Perëndimor jetojnë jashtë vendit. Në raportin e rregullt ekonomik të Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, thuhet se emigracioni mund të sjellë sfida si mungesa e fuqisë punëtore në vend. Ai gjithashtu mund të krijojë mundësi të qarta lidhur me përdorimin e emigracionit për përfitime ekonomike, në zbutjen e varfërisë, nxitjen e eksporteve dhe thithjen e investimeve, duke rezultuar në këtë mënyrë në krijimin e vendeve të punës dhe transferimin e njohurive. Po ashtu mund të shërbejë edhe si kthim të trurit në vendet e tyre të origjinës, ndërsa joshja nga paga më të larta jashtë vendit mund të motivojë arsimimin dhe rritjen e aftësive për ata që vendosin të qëndrojnë. Ish kryeministri britanik Tony Blair mund vendoset në krye të një autoriteti ndërkombëtar që mund të krijohet për të mbikëqyrur fazën tranzitore në rripin e Gazës nëse do të arrihet një marrëveshje armpushimi mes Hamasit dhe Izraelit. Tony Blair mund të vendoset në krye të një autoriteti ndërkombëtar për tranzicionin e rripit të Gazës nëse arrihet një armpushim. Ish kryeministri që përfshiu mes kundërshtimeve të mëdha Mbretërinë e Bashkuar në luftën e Irakut në 2003 në krah të Shteteve të Bashkuara, ka qenë pjesë e bisedimeve të nivelit të lartë për fundin e luftës në Gaza, si dhe të ardhmen e territorit palestinez. Në fund të gushtit, Blair dhe i dërguari i Trumpit në lindjen e mesme Steve Witkoff diskutuan një plan për rripin e Gazës në një takim ku mori pjesë edhe një ndihmës i ngushtë i Netanyahut. Më 23 shtator, Trumpi ja paraqiti këtë vizion udhëheqësve të Turqisë, Pakistanit, Indonezisë dhe 5 vendeve arabe në Kombet e Bashkuara. Plani ka në thelb krijimin e një këshilli ndërkombëtar mes 7 anëtarësh, që do të mbikëqyrë qeverinë e re që do të formohet në rripin e Gazës, pasi Hamasi të jetë shpërbërë dhe lufta izraelite të ketë përfunduar. Këshilli parashikohet të ketë një mandat 5 vjeçar dhe do të financohet nga vendet e gjirit. Do të themelohet në Egjipt dhe do të zhvendoset gradualisht në Gaza. Megjithatë, si vendosja e mbikëqyrjes ndërkombëtare, ashtu edhe përfshirja nën autoritetin palestinez, mbështeten nga një pakicë jo më e madhe se 1/3 e banorëve të rripit të Gazës.
Një fushë e re futbolli do t'i shtohet Kamzës, punimet i ka parë nga afër edhe presidenti i Federatës Armand Duka, që tha se investimet do të vijojnë për të tërhequr sa më shumë të rinj drejt sportit. Në Kamës ka nisur menjëherë punimet për ndërtimin e fushës së re të futbollit, pjesë e projektit 100 fusha të iniciuar nga Federata Shqiptare. Presidenti i FSHF-s Armand Duka ka vizituar nga afër ambientin në Valias, ku do të zhvillohet ky investim dhe ka theksuar rëndësinë e ndërtimit të terreneve sportive që kanë si objektiv edukimin e fëmijëve përmes sportit. Objektivi jonë është që të kemi fëmijë më shumë që luajnë futboll. Joni i përbashkët i gjithëve se futbolli është në radhë parë edukim, pastaj garë. Kështu që ne më shumë kemi prioritet edukimin. Numri 1 i Federatës këmbguli si qëllimi kryesor i institucionit të futbollit në vend është të zgjerojë sa më shumë terrenet sportive, pa marrë parasysh se kush i menaxhon ato. Ne jemi të gatshëm me ju, padyshim me çdo lloj njësie vendore, por jo vetëm. Edhe me shoqëri private mjafton që ndërtojmë terrene sportive, ne nuk është se kërkojmë asnjë të drejtë menaxhimi, vetëm të ndërtojmë terrene sportive, t'i vejmë në dispozicion të fëmijëve, të edukojmë futbollistë dhe të prodhojmë futbollistë. Fusha e futbollit në Kamës nuk është e vetmja, pasi FSHF javën e fundit ka nisur një tjetër projekt edhe në qytetin e Durrësit. Në Tiranë kam britur një prej markave më të njohura italiane të arredimit, bëhet fjalë për Febalcasa, dhe shtrirë në të gjithë botën ajo është e njohur për arkitekturën e veçantë, dizajnin dhe stilin e jetesës që ofron. Febalcasa, një prej markave më të njohura italiane të arredimit, ndodhet tashmë në Tiranë. Në inaugurimin e showroomit të parë të Febalcasa Albania, mbrëmjen e 18 shtatorit, presidenti i grupit italian Emanuel Colombini vlerësoi bashkëpunimin me Shqipërinë. Ho visitato 10 anni fa. Kam qenë në Tiranë 10 vite më parë dhe ishte krejt ndryshe. Sot gjeta një qytet tërësisht të transformuar dhe mendoj se pikërisht në këto vite për një italian Shqipëria dhe sidomos Tirana përfaqësojnë vendin e duhur në kohën e duhur. Por kush është Febalcasa dhe çfarë diferencon atë në tregun shqiptar? Është një koncept italian, por sot është shtrirë në gjithë botën. Jemi rreth 250 pika. Është një koncept i lidhur shumë ngushtë me arkitekturën, me dizajnin dhe me stilin e jetesës. Me atë se çfarë ofron Febalcasa në showroomin e parë të kompleksit Deli Giorgi, është një pikë referimi për arredimin modern. Duke qenë një one-stop shop, pra një vend i vetëm ku ti shef, prek dhe realisht përjeton një përvojë dizajni unik, të jep mundësinë të kompletosh gjithë shtëpinë 360 gradë, pra siç e tham, qoftë nga kuzhina, dhomat e gjumit, garderoba, divanet dhe tjera në shtrimit deri tek ndriçimi, te aksesorët. Febalcasa sjell për herë të parë në Tiranë elegancën, teknologjinë dhe dizajnin italian, e cila nuk është thjesht një markë mobiljesh, por një mënyrë jetese. Në mbrëmjen e inaugurimit që Febalcasa realizoi këtu në Tiranë, më shumë se 900 profesionistë të sektorit të ndërtimit, arkitekturës erdhën dhe përqafuan realisht shumë mirë këtë brand dhe jam i lumtur që sot e kemi dhënë Tiranës mundësinë të kenë një brand unik si Febalcasa. Komodita Home hap dyqanin më të ri në qytetin bregdetar të Vlorës, bëhet fjalë për të dytin në këtë qytet. Kjo hapje e re sjell për gjithë qytetarët e Vlorës edhe mundësinë që të përfitojnë nga çmime të papërsëritshme për produkte cilësore. Lideri i tregut të produkteve për shtëpi, Komodita Home ka hapur dyqanin e tij më të ri në qytetin e Vlorës pranë aksit të rrugës Transballkanike. Ky është dyqani i 31 në Shqipëri dhe njëkohësisht i dyti në Vlorë, duke konfirmuar edhe një herë besimin dhe dashurinë që qyteti bregdetar i ka dhënë brandit që prej ditës së parë. Kjo hapje e re sjell për të gjithë qytetarët e Vlorës mundësinë të përfitojnë nga çmime të papërsëritshme për produkte cilësore. Që në hapjen e tij, gjatë gjithë kësaj kohe nuk jam ndar Komoditës për cilësinë e tyre, për estetikën dhe bukurinë dhe nuk mendoj t'i ndahem ndonjëherë. Por surprizat nuk mbarojnë këtu, vetëm pas 5 ditësh Komodita Home do të hapë edhe një dyqan tjetër në Vlorë, duke çuar në 3 numrin e pikave në qytetin bregdetar. Vlora na ka mirëpritur dhe përqafuar që në hapjen e parë. Kjo është arsyeja pse vazhdojmë të zgjerohemi këtu, për të qenë gjithmonë më pranë konsumatorëve tanë me produkte cilësore, komoditet dhe eksperiencë blerje unike. Ky inaugurim i ri sjell oferta ekskluzive dhe të dedikuar, përveç ofertës aktuale që kemi në gjithë rrjetin tonë. Vlora është një qytet energjik dhe plot jetë, që na ka mbështetur me shumë dashuri që në hapjen tonë të parë. Zgjerimi jon i shpejt në këtë qytet është dëshmia e kërkesës dhe besimit që klientët tanë kanë për Komodita Home. Komodita Home ka 33 dyqane në Shqipëri, duke u bërë rrjeti më i madh i dedikuar për komoditetin e shtëpisë në vend. Në total, brandi numëron afro 90 dyqane përfshir Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Belgjikën, duke ofruar të njëjtën eksperiencë dhe standard cilësie kudo.
Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miropafshim.